Pacientët e lënduar në zjarrin në diskotekën në Koçan do të kenë mundësi të marrin shërbime rehabilitimi falas. Qeveria në mbledhjen e djeshme angazhoi Ministrinë e Punëve të Brendshme që ta vënë në dispozicion qendrën rekreative Ponikva për Ministrinë e Shëndetësisë për trajtimin e pacientëve që kanë nevojë për shërbime mjekësore shtesë në periudhën nga 10 qershori deri më 20 gusht. Qendra rekreative ka kapacitet për 27 dhomave dhe 56 tretërve, ndërsa po ashtu do të vjet në dispozicion një ekip mjekësh për t'ju ofruar ndihmë mjekësore dhe mbështetje psikologjike pacientëve. Detyrimi si qeveri të ofrojmë dhe të sigurojmë kujdes të plot shëndetësor nëse ekipet mjekësore dhe punonjësit shëndetësor vlerësojnë se është e nevojshme zgjatja e periudhës kohore për trajtim dhe rehabilitim të pacientëve, qeveria do ta zgjasë vendimin, pacientët nuk do të paguajnë asnjë denar, gjithçka do të mbuluhet nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe qeveria, të cilët do të sigurojnë akomodim dhe ushqim për pacientët, si dhe ushqim për stafin mjekësor. Nga ana tjetër, iniciativa Mbështetni Koçanin ka siguruar blerjen e grupit të parë të veshjeve kompresive të destinuara për të lënduarit. Nga iniciativa thonë se fondet për blerjen e veshjeve u siguruan plotësisht përmes donacioneve nga qytetarët, kompanitë dhe mbështetësit nga vendi dhe jashtë vendit. Në zjarrin që ndodhi më 16 mars në diskotekën Puls në Koçan, 59 persona humbën jetën në vend ngjarje, ndërsa më vonë ndruan jetë edhe 3 pacientë që ishin në gjendje kritike duke e quar numrin e përgjithshëm të viktimave në 62, ndërkaq u lënduan 196 persona të cilët u trajtuan brenda dhe jashtë vendit.